Shqipëria dhe Bashkimi Evropian do të mbajnë në datën 22 maj në Bruksel konferencën e 5 ndërqeveritare për të hapur edhe 8 grup kapituj të tjerë në vijim të negociatave për antarësim. Kapituj që do të hapen përfshin fusha themelore si politikën ekonomike, punësimin, tatimet, arsimin dhe kulturën, bashkimin doganor apo edhe median e transformimin digjital. Në rubrikën Sy më sy, kryeministri Edi Rama përshëndeti lajmin dhe shprehu ambicien që kapitujt e tjerë të mbetur të hapen brenda vitit. Mora dhe lajmin që grup kapitulli tjetër i negociatave u aprovua për të hapur. Pra, kemi hapur 16, hapim dhe 8 të tjerë tani, që bëjnë 24, mbeten dhe 11 për të hapur. Deri tani janë hapur negociatat për 27 fusha, ndërsa përfundimi me sukses i këtij grup kapitulli të ri pritet të sjellë politika tatimore më të drejta, mbrojtje për punëtorët dhe rritje për bizneset shqiptare.